Përfundimi i numërimit të votave për kryeministrin në detyrë Albin Kurti mundson edhe nisjen e diskutimeve për hapat e ardhshëm politik. Në një prononcim për media ai ka thënë se fillimisht janë duke pritur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Votat janë ende duke ardhur dhe duke u numëruar. Me rastin e përmbylljes numërimit të votave, ne do të mund të fillojmë të bisedojmë për hapat e ardhshëm. Është shprehur optimist edhe për procesin e konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë. Lëvizja vetëvendosje është fituese pa diskutueshme dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legjislaturës 11. Unë jam optimist që gjërat do të shkojnë mbare mirë, edhe sa i përket konstituimit të kuvendit, edhe sa i përket formimit të qeverisë. Vlerëson se bashkëpunim me partitë opozitare kërkon procesi i zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë. Kosova më 7 dhjetor mbajti zgjedhjet e parakohshme për të tretat herë me radhë brenda 16 muajsh, për shkak se nuk po arrin që të krijojë institucionet e vendit në mungesë të bashkëpunimit ndërmjet partive politike.